Të takojmë me Ministrinë e Kosovës. Sonte tek pjesa e mësafirit, ne ju prezantojmë fushatën vlerëson barabart, e cila synon që ti vlerësoj barabart gratë e komunitetit rom, ashkali dhe egjiptian me të gjitha të tjera, duke ngritur kështu rolin e tyre në qeverisje dhe në ekonomi. Pas pak, Belkize Islami vjen për të na treguar për këtë projekt në cilin po punon mjaft shumë së bashku edhe me Fondacionin Create, e cila është iniciatore e krejt kësaj fushate. Përpara krejt bisedës, unë juftoj që të ndihni edhe për mbledhjen për të informuar se cilat kronika ishin në këtë pasdite. Cilat janë përdorimet e kamerës Hello dhe si funksionon ajo? Kur do të publikohet dokumentari për bendin OSS? Çka do të gjeni në koleksionin etnografik në Muzeun Privat të Musa Eminit? Cilin vend e zuri shkëlzen Lajqi në garat automobilistike në Sloveni? Vlerëson barabart është fushata për cilën ju informojmë në këtë fillim të pasditës në Klan Kosova. Për të na informuar lidhur me projektin në studion ton vjen Belkize Islami. Mirë se erdhe. Mirë se erdhe. Faleminderit shumë që je këtu. Të thashë faleminderit edhe për juve. Na tregoni si po mundoheni ti vëni në pozitë të barabartë dhe gratë e këtyre tri komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian, të cilat besoj se edhe vetë ndihen jo të barabarta për pozitën që e kanë tani. Kjo iniciativë që veç edhe është marrë si nga organizata jonë, po edhe nga shumë organizata shoqërisë civile, thuaj se jemi në fazat, kisha me thënë, fillestare, cilit më mundohemi me gjitha forcat, që gratë e këtyre trija komuniteteve vlerëson barabart me gratë e shumicës në Kosovë, por pse edhe me gratë e gjithë botës. E fokusi ju është në qeverisje dhe në ekonomi natyrisht. Sigurisht. Si po mundoheni ta bëni? Nëpërmjet projektit, tash veç edhe kampanjën, lancimin e kampanjës që do e bëjmë sot pikërisht në emisionin e juaj, jemi munduar që këto gratë t'i mbështesim me trajnime, por para se të arrim deri tek faza e trajnimeve dhe gjitha mbështetjes tjetër që i kemi bërë këtyre grave, ne kemi bërë një hulumtim, një studimi socioekonomik, i cili në një farë mënyrë na ka dhënë gjendjen aktuale të grave, por gjithashtu ka qenë edhe një motiv shumë i madh për gjithë ekipën tonë që të vazhdojmë tutje, sepse gjitha stereotipet që janë krijuar lidhur me gratë këtyre trija komuniteteve, lidhur me shkollimin, motivimin, si duket kanë rënë në ujë, me rezultatet që kanë dalur. Mund të themi se ky studim na ka dhënë edhe rezultate jo të kënaqshme, tu pas parasysh gjendjen e rënd socioekonomike që mbretëron te këto trija komuniteteve, por anën tjetër motivi dhe dëshira e këtyre trija grave për të marrur me aktivitete ndryshme, për të bërë pjesë e qeverisë, pse jo edhe për të bërë lidere të së ardhmës, ka qenë një motiv shumë i madh që ne ta vazhdojmë punën dhe të arrijmë deri këtu ku jemi tani. E patjetër motivi është kyç në krejt këtë rrugtim, nëse secila prej tyre dëshiron nisjen, por si qëndron puna me edukimin, sepse treguat që po thye janë kthyer shumë prej stereotipeve që keni menduar në përfundim të hulumtimit, si qëndron, ka dalë më mirë se sa që keni menduar? Po, hulumtimi ka dalë me rezultate shumë të kënaqshme se sa që kemi pritur. Dihet që pas luftës gjendja e edukimit të këto trija komuniteteve ka qenë një shkallë shumë më të ulët, mirë po në kohën që tani ne po flasim, kemi më shumë gra cilat avancohen në aspektin e shkollimit, kemi gra cilat edhe bën pjesë të fushave të ndryshme. Ne jemi të lumtur që çdo vit kemi studente cilat diplomojnë në fusha të ndryshme, sikur kemi arkitekte, inxhiniere, kemi mjeka dhe mbi të gjitha na gëzon fakti që edhe përkundër sfidave që ato ballafaqohen çdo ditë, thuajse si çdo grua në Kosovë, ato arrin me i bë ballë gjitha barrierave dhe të realizojnë ëndrat e tyre. Janë të punësuara?
Edhe këto të paktën që po i përmendni që kanë përfunduar studimet. Janë të punësuar, por punësimi i tyre nuk është i kënaqshëm. Dihet faktorë të ndryshëm që ndikojnë, si çdo grua ato hasen bariera fillimisht është grua, pastaj edhe bariera që i përkasin një komuniteti, jemi duke punuar në atë drejtim. Besoj edhe gjitha gratë e komuniteteve tjera që të arrit një punësim shumë më i mirë, jemi të folë për kohën që kemi gratë të specializuara, kemi të shkolluara, na duhet vetëm me u hap dyrë që këto gra ta fillojnë punën dhe të realizojnë qëllimet e tyre. Patjetër se barierat ekzistojnë, është mjaft e qartë, shpesh barierat ekzistojnë edhe për personat të cilat nuk janë të këtyre komuniteteve, por dukshëm ekzistojnë për personat mirë, po mendoj se shpesh barierat krijohen edhe në mendjen e personave të këtyre komuniteteve, duke kufizuar veten edhe për aplikim, ndoshta është e vërtet kjo, e kufizojnë, ndoshta kanë edhe idenë se do të refuzohen. Kemi raste që ato ndjejnë ndrojtje për shkak edhe mendimeve që do të gjykohen për shkak me qëllimin e vetëm se ato janë pjesë e një komuniteti i cili në syte e shumicës është një komunitet jo i shkolluar, mirë po mund të themi lirisht që ato kanë filluar dukshëm ta shohin të ardhmen e tyre me sy shumë ndryshe. Gjithashtu ne jemi munduar edhe me projektin, pasi që projekti është implementuar në 7 komuna, gjithsesi në komunën e Pezë, Gjakovës, Prizrenit, Mitrovicën e Jugut, Fushë Kosovë, Graçanisë dhe Ferizaj. Dhe mbështetja që ne kemi bërë përveç trajnimeve ndryshme ka qenë edhe pjesë e motivimit, ku ne jemi munduar të motivojmë gjitha gratë pjesëmarrëse që kanë qenë takimet e tona të rregullta mujore, ato ta heqin mendimin që nuk janë të zonja. Mesin e grave ka pas gra shumë të fuqishme, të cilat janë bë me një farë mënyrë zo me i thy barierat dhe sfidat që ato mujnë me arrit diçka. Edhe besoj që mesazhi më i mirë i gjithë punës tonë është kur ne, në kohën që tash po flasim, kemi arritur që me pas gra që kanë filluar me biznesin, ndoshta më hapa shumë të fillestar, mirë po besojmë që në fazën e dytë, momentin që donatorët do e mbështesin fazën e dytë këtij projekti, ne do shohim punën praktike gjithë që kemi bërë gjatë një vjeçarit kaluar. Pas pak bisedojmë se si do të mund të ndihmoni për grantet e mundshme ose nëse do të jeni një ur lidhse mes bizneseve dhe këtyre grave, por më parë do doja ta shihnim edhe kampanjën që starton sot për herë para transmetohet te ne. Do ta ndjekim këtë klip që zgjat 2 minuta dhe të kthehemi pas pak me bisedë. Projekti Gratë Roma Shkalike dhe Egjiptase në qeverisje dhe në ekonomi është financuar prej USAID-it nëpërmjet ATRC-s dhe implementohet nga Create në partneritet me RADC-n. Ky projekt si qëllim kryesor kishte zgjedhjen e grave të cilat do të udhëheqnin me këto komunitete në fushën e ekonomisë dhe vendimmarrjes. Gjatë trajnimeve që i kam marrë, ligjëratave, më kanë ndihmuar shumë për biznesin. Kanë ndihmuar se edhe nëse vetë të çelin një biznes temin, di se si mi fillu hapat e para e tjera. Mesazhi im është që të edukohen, që të mos e braktisin shkollimin, që të edukohen për një të ardhmë më të mirë, sepse ata janë domethënë gjenerata e cila do ta edukojnë brezin e ri. Për intervistave që i kemi pas për ulëmtimit, ku më po që ata kanë guxim, edhe kanë dëshirë mu merë me diçka, edhe pse jo shumë të gatshme, edhe me bashkëpunu, edhe me punu. Në kohën e fundit ka fillu me ndryshu situata, ka fillu gjendja me ndryshu fol shteti, fol organizatave, fol ndërkombëtarëve, ka fillu gjithçka me ndryshu, kështu që tani sot kemi femna që ka nisë me udhëheqësu dhe ka fillu me shkollën. Kemi një numër shumë më të madh se sa që kemi pas vitën e kalume në për shkollat mesme, në fakultete. Ky spot u mundësua me përkrajën bujare të popullit amerikan përmes Agjencisë së Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar, USAID. Përmbajtja është përgjegjësi e organizatës Create dhe nuk pasqyron dojmos pikpamjet e USAID-it apo të Qeverisë së Shteteve të Bashkuara.
Mi parë këtë klip të shkurtë, cili është versioni i shkurtuar, sepse keni më gjatë videon e kampanjes. Kjo është versioni i shkurt, kemi edhe versionin më të gjatë, është si një lloj dokumentari, i cili konkretisht flet për dhënat e gjetura nga hulumtimi socioekonomik. Gjithashtu kemi edhe shembuj të grave që kanë filluar me biznese, por edhe gra lidere që janë udhëheqëse të komuniteteve. Ka të tilla që kanë bizneset e tyre, por kanë përkraje në vazhdimin, zgjerimin dhe hapjen e bizneseve të tyre? Po, kemi gra cilat veç korespondojnë me bizneset, edhe pse kanë filluar, fillimet e tyre kanë qenë të vështira, mbështetje nuk kanë, me thonë drejtën, vetëm mbështetje është prej shoqërisë civile, mirë po, fatmirësisht, ata falë punës tyre kanë arritur të zgjerojnë bizneset e tyre, edhe me ndihmën e vogël, ose qoftë edhe ajo morale që i ofrojnë shoqëria civile, ato kanë arritur të zgjerojnë bizneset, edhe sot punojnë. Çka do të ndodhë me pjesën tjetër? Keni një grup të selektuar me të cilin jeni fokusuar si kampanjë në punësimin e tyre, në shkollimin, në gjetjen e ideve për biznese? Do të thotë ne kemi punuar me grup moshat, nga mosha 16 deri në 34, është kjo grup mosha me cilët kemi punuar gjatë tërkohës projektit, por njëkohësisht pjesë e projektit kanë qenë edhe gratë deri në moshën 64 vjeç, me cilët kemi marrë takime të rregullta, dihet që problemet nuk i prekin vetëm këto moshat e reja. Kemi në secilën komunë ne kemi krijuar fokus grupet, me cilat grupe kemi marrë takime të rregullta dhe kemi diskutuar për problemet që gratë i prekupojnë. Ne kemi seleksionuar grupin e vajzave të reja, ato që kanë qenë pjesë e jone a vazhdueshme. Me to kemi marrë module trajnimeve, me fokus të veçantë kanë qenë trajnimet për biznes, do të thotë fillimin e biznesit, hapat e biznesit, leadershipi transformues, dhe secilën komunë jemi mundu të nxjerrim një lidere e cila në të ardhmen kishte me udhëheq me këto gra. Gjithashtu jemi munduar, kur themi jemi munduar është që çdo herë ne kemi arritur rezultate, ashtu siç i kemi prit, me kriju marrëdhënie apo ura lidhëse ndërmjet bizneseve dhe grave cilat punojnë në zanate. Fatkeqësisht në këtë drejtim dihet që politika që zhvillohen në shtetin tonë, mirë po